Miku i vërtet nuk do të largohet nga miqësia edhe nëse trajtohen ashpër. Imam Aliu thot se një mik i vërtet nuk do të neveritet apo dekurajohet nga mbajtja e miqësisë edhe nëse keq trajtohet. Kjo do të thot që një mik i vërtet nuk lejon që sjellja ose veprimet e personit tjetër të ndikojnë në besnikërinë dhe përkushtimin e tyre ndaj miqësisë. Ata mbeten të palëkundur dhe vazhdojnë të ofrojnë mbështetjen dhe dashurinë e tyre. Ky mësim i thellë i Imam Aliut i gjen rrënjët në mësimet e Kuranit, ku Allahu vazhdimisht thekson rëndësinë e mbajtjes së lidhjeve të forta miqësie dhe vllazërore ndërmjet muslimanëve. Në surën Huxhurat, ajeti 10, Allahu thot: "Me të vërtetë, besimtarët janë vëllezër, pra bëni pajtim ndërmjet vëllezërve tuaj dhe kini frikë Allahun që të mëshiroheni." Për më tepër, në surën Mumtehana, ajeti 8, Allahu i udhëzon besimtarët: "Perëndia nuk ju ndalon të shprehni mirësinë dhe të jeni të drejtë ndaj atyre, të cilët nuk luftojnë kundër jush për shkak të fesë suaj dhe që nuk ju dëbojnë juve prej shtëpive tuaja. Me të vërtetë, Perëndia i do të drejtit." Këto ajete theksojnë rëndësinë e trajtimit të tjerëve me mirësi, drejtësi dhe paanësi, pavarësisht se si na trajtojnë ata. Është një përkujtesë se miqësia e vërtet i tejkalon ankesat dhe sfidat personale. Është një pasqyrim i karakterit të një besimtari, i cili përpiqet të mishërojë cilësitë e mëshirës, faljes dhe dhémshurisë. Mësimet e Imam Aliut na nxitin të mendojmë mbi sjelljen dhe qëndrimet tona ndaj miqve tanë. A jemi vërtet besnik dhe të përkushtuar ndaj miqve tanë, apo i lejojmë mosmarrveshjet ose keqkuptimet e vogla të dobësojnë lidhjet tona? A qëndrojmë pranë miqve tanë edhe në kohë të vështira, apo i braktisim kur ata kanë më shumë nevojë për ne? Pasojat e mishërimit të mësimeve të kësaj thënie janë të thella. Duke qëndruar i palëkundur në miqësitë tona edhe përballë fatkeqësive, ne forcojmë lidhjet e vllazërisë brenda komunitetit musliman. Ne krijojmë një mjedis besimi, dashurie dhe mbështetje, ku individët ndihen të sigurt dhe të vlerësuar. Ky unitet dhe solidaritet janë thelbësor për përparimin dhe prosperitetin e ummetit. Vetë Imam Aliu ilustron cilësitë e një miku të vërtetë. Besnikëria dhe mbështetja e tij e palëkundur ndaj profetit Muhammed gjatë gjithë jetës së tij janë të njohura. Përkundër përballjes me sfida dhe vështirësi të shumta, Imam Aliu kur nuk u lëkund në përkushtimin e tij ndaj profetit dhe çështjes së Islamit. Dija, urtësia dhe besimi i palëkundur i tij ishin themelet e miqësisë së tij me profetin dhe udhëheqjes së tij të mëvonshme në komunitetin musliman. Si përfundim, thënia e Imam Aliut na përkujton rëndësinë e miqësisë dhe besnikërisë së vërtetë. Na nxit të jemi të sinqertë dhe të besueshëm në marrëdhëniet tona dhe të qëndrojmë të palëkundur në miqësitë tona edhe përballë sfidave. Duke mishëruar këto mësime, ne kontribojmë në unitetin dhe forcën e komunitetit musliman dhe përpiqemi të ndjekim cilësitë fisnike të Imam Aliut. Allahu na dhënë të aftësinë për të qenë mik i vërtet dhe për të mbështetur vlerat e miqësisë dhe vllazërisë në jetën tonë.